Ju përshëndesim gjithëve nga Breaking në Top News, unë jam Dafina Ysa, do t'jemi bashkë në një transmetim të drejt për 3 orët në vijim. Ndër të tjera gjatë ditës së sotme në Breaking do të ndiqni dosja Metamorfoza, SPAK jep pretencën për ish shefin e krimeve Dedan Gjoni dhe 5 të tjerë duke kërkuar gjithsej 69 vite burg. Shkelje baraziz në tendera, SPAK merr të pandehur kryetarin e Komisionit të Prokurimit Publik. Një tërmet me magnitud 4.4 ball goditi Shqipëri në orët e para të mëngjesit duke shkaktuar panik. Shkelet armëpushimi mes Iranit dhe Izraelit me tone mjaft të ashpra, Trump nuk di çfarë dreshin po bëjnë. Ndërkohë dështon sërish në Kosovë seanca e radhës për konstituimin e kuvendit, vijon të jetë Kosova në ngërç politik dhe institucional. Këto dhe të tjera do të mund të ndiqni gjatë ditës së sotme në Breaking. Do të flasim në pjesën e parë të programit pikërisht për çështje që lidhen me SPAK e gjykatën e posaçme, 2 prej tyre unë i përmenda në fakt, Metamorfozën, por edhe një tjetër çështje të rëndësishme për shkeljen e barazisë në tendra, që ka të bëjë pikërisht me kreun e prokurimit publik, kreun e këtij komisioni i cili tashmë është marrë i pandehur. Kam kënaqësinë të kem në studio avokatin Edmond Petraj për të diskutuar mbi këto zhvillime. Avokat, mirë se erdhët. Se u gjeta. Po ashtu, do të kemi në lidhje direkte edhe kolegen Aida Topalli. Aida, përshëndetje. Përshëndetje Dafina, përshëndetje avokat. Do të ndjekim në mënyrë të përmbledhur atë që ka ndodhur gjatë ditës së sotme në lidhje me myzyrin në kreun e Komisionit të Prokurimeve Publike, i cili tashmë është marrë zyrtarisht i pandehur, e më pas kthehemi në studio. Prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur Jonaid Myzyrin, kryetarin e Komisionit të Prokurimeve Publike. Myzyri akuzohet për shkelje të barazisë në tendera të kryer në bashkëpunim. Bashkë me kreun e KPP në të njëjtën dosje janë dhe anëtarët e tjerë të këtij komisioni, që është institucioni më i lartë administrativ në fushën e prokurimeve publike, që trajton ankesat që lidhen me tenderat, koncesionet, PPP-t, ankandet publike dhe lejet minerare. Myzyri pritet paraqitet në ditët në vijim në ambientet e prokurorisë së posaçme, i shoqëruar nga avokati i tij mbrojtës për të pyetur nga prokurori Ervin Gokaj, në cilësinë e të pandehurit dhe për të njohur zyrtarisht me akuzën. Komisioni i Prokurimeve Publike është denoncuar shpesh nga kompani pjesëmarrëse në tenderat publik për vendimarrjet njëanshme dhe shkeljet barazisë në procedurat e prokurimit publik. Denoncimet lidhen me tendera rrugësh dhe rikonstruksionesh. Një denoncim i tillë u bë në vitin 2023 nga një kompani pjesëmarrëse në një tender për rikonstruksionin e arkivit shtetëror me vlerë 2 milion euro. Kompania në fjalë denoncoi të gjithë anëtarët e KPP për shkelje të barazisë në tendera. Mirë, do të diskutojmë gjërësisht me avokatin se sa e rënduar është pozita në këtë fazë për kreun e prokurimeve publike. Aida, dua të bëj një pyetje nëse ka pasur një koment deri tani nga ana e zotit Myzyri sa i përket këtij procesi të nisur ndaj tij. Sot i marrë edhe zyrtarisht i pandehur. Në fakt, Dafina, në të gjitha rastet kur drejtuesi i prokurimeve publike ka dalë nga prokuroria e posaçme apo dhe kur ka hyrë, ka preferuar të mos komentojë përpara kolegëve të cilët qëndrojnë pranë prokurorisë së posaçme, duke lënë në heshtje kështu edhe një qëndrim të këtij të fundit sa i takon asaj se çfarë prokuroria e posaçme vendosi sot për të. Vetëm për të parë se si do të shkojnë hetimet deri në fund dhe se çfarë do të bëhet me ato se çfarë ka ndodhur në pjesën e prokurimeve publike, pra sa është shkelur, kështu që sa duket do duhet të presim edhe pak kohë. Avokat, diskutohet shpesh ka akuza në nivel politik sa i përket mënyrës se si janë zhvilluar prokurimet publike, që nga koha e pandemisë, nëse u zhvilluan siç duhet me përparësi, u respektuan apo u shkelën procedurat. Në këtë rast, nisur nga informacioni që keni sa i përket pozitës ligjore të Myzyrit, është një vendimarrje që lidhet posaçërisht me kreun, apo aty ka një bord, ka një komision? Shiko, në përgjithësi pjesa e drejtorit të institucionit, normalisht ai nuk është vetëm në këtë pjesë të cilët ai ushtron këtë funksion publik, por që janë edhe anëtarët komisionit të prokurimit, janë edhe punonjësit e agjencisë së prokurimeve publike, të cilat janë personale, janë dhe individ të tjerë që kanë vendimarrje apo që mund të jenë pjesë e këtij institucioni. Unë atë që shikoj me fjalë edhe pse është marrë pandehur sot. Është marrë pandehur për mënyrën se si ka funksionuar gjithë komisioni apo për raste kur mund të ketë pasur një ndërhyrje të drejtë për drejtë vetë Myzyri? Kam përshtypjen që duhet të ketë raste
të veçanta, nuk është se kjo është pjesë e kreut të institucionit, për është dhe pjesë e personazheve të cilët janë të implikuar të pjesa për të cilën është bërë kallëzimin penal dhe sa ndikim ka. Pastaja, vepra penale këtu është nga 6 deri në 5 vjet në përgjithësi kjo, por nëse shteti i kanë shkaktuar një dëm të madh, fillon rëndohet situata dhe futet në lëvizje në 5 vjet dhe rëndohet është rrethan rënduese për sa i përket pjesës për të cilën po flitet. Por që ngjelet akoma për të parë, sepse kjo është vetëm thritje marrje si i pandehur. Po, pasisht të disa herë për të marrë në pyetje. Por që ajo që unë shikoj, nuk e di, duhet shikojmë njërë pjesën e analizës ku është i përfshirë dhe sa është dëmi shkaktuar. Në qoftë se kemi të bëjmë me këtë pjesë të marrëdhënies për këtë subjekt në lidhje me shkeljen e barazisë në tender dhe një subjekt ka kallëzuar dhe ka prova konkrete, duhet parë dhe dëmi shkaktuar. Në qoftë se, sepse do të dishin diçka. Para disa kohësh, para disa vitesh me një fjalë, janë arrestuar dhe pjesën që nga drejtori, gjithë komisioni që bëri tenderin e uniformave të policisë. Po të shikosh në përgjithësi atë tender, me fjalë lindet shumë për dëshiruar. Me fjalë pjesa e marrjes të gjithë personave që u arrestuan me aq buj, me fjalë të lindet shumë për dëshiruar, sepse po të shikosh kompania e cila kishte bërë kallëzimin, ishe jashtë standardit, dhe të shikosh tani që e ka dhënë 15 dhe ky pse e ka dhënë 16, ndërkohë që quhet i dëmtuar shteti, problemi ishte shumë i thjeshtë. Nuk ishe respektuar standardi ISO. Dhe standardi ISO është ai që jep gjatësinë e një produkti në vite. Po ta kapësh teknikisht këtë situatë. Kjo ishte që në kryet herës. Do duhet të skualifikohen nëse nuk përmbushte kriteret që në momentin atë. Ka një logjik. Cilat janë problemet kryesore që konstatohen për mënyrën se si bëhen prokurimet publike në Shqipëri? Shiko. Është mos respektimi i këtyre standardeve, kornizave ligjore të përcaktuara, apo në fakt ka mënyra të tjera se si ata të përfshirët drejt për drejt gjejnë për të favorizuar kompani që ndoshta nuk janë të duhura dhe nuk kanë ekspertizë nuk mund ta marr përgjegjësinë për të thënë shërbimin apo produktin. Nuk mund ta marr përgjegjësinë për të thënë këtë pjesë të cilën i ka apo s'ka ndikim, sepse ajo duket, por askush nuk e merr përsipër që të gaboj në postin e vet publik dhe të veproj duke rrezikuar dhe lirinë e vet personale apo për të përfituar dikush tjetër të kryej një veprim të paligjshëm, ndërkohë që kjo marrëdhënie ngjelet për të parë, sepse ndoshta mund të kemi edhe ndonjë pushim akuzë për sa i përket analizës të cilët ka bërë prokurori së bashku me Byron Kombëtare të Hetimit, dhe ngjelet për të parë derisa është shumë e gjatë rruga, por në përgjithësi ka që rrezikon nga 6 deri në 5 vjet. Por ju thash edhe një herë, ngjelet për të parë cilat janë provat brenda këtyre 10 ditëve, të cilat do të paraqesin kundërshtimet me avokatin e vet. Kjo është një fazë para vajtjes dhe bërjes kërkesën për dërgim për gjyq nga prokurori, që e cilën e sonte gjyqtari i seancës paraprake, dhe aty ngjelet pastaj për të kryer betejën, sepse edhe aty është pjesa finale e vendosjes për mbi atë dosje. Edhe pse s'paku ka ngritur një akuzë, nuk është se mund të themi që gjithçka është e përfunduar.